Dy zjarre u shënuan në Gjirokastër në lagjen Granicë dhe tjetri në lagjen 18 shtatori. Sipas drejtorisë së shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi Gjirokastër, njoftimi është marrë se rreth orës 15:30 të së premtes dhe menjëherë drejt vendngjarjes janë nisur 9 efektiv me 2 automjete zjarfikse, 1 automjet mbështetës dhe mjet special Iveco Bot. Në lagjen Granicë, zjarri kishte përfshirë një ambient të jashtëm të një banese që përdorej për ruajtjen e pajisjeve të vjetra shtëpiake. Fal ndërhyrjes së shpejtë, flakët u shuan pa shkaktuar dëme. Më serioze ishte situata në lagjen 18 shtatori, ku zjarri përfshiu katin e dytë të një pallati, i shkaktuar nga një defekt në kondicioner. Flakët dhe tymi u përhapën drejt katit të tretë, por ndërhyrja e menjëhershme e zjarfikësve bëri të mundur izolimin dhe shuarjen e plotë të tij, duke parandaluar rrezikun për banesat e tjera. Sipas sigurie, furnizimi me energji elektrike në lagjen 18 shtatori u ndërprer përkohësisht. Hetimet për shkaqjet e plota të zjarreve vijojnë. Po, kur ra njoftoi ai që ishte përballa neja dhe erdhi zjarfikësja pastaj në kohë, erdhën shumë shpejt këta. Që kapën atë pjesën e balkonit të këtyre dy kateve të parë. Kishit frikë, panik? Panik tani zjarr është ai, ajo iku doli flaka sipër. Por fat u mbyll me aq. Nuk pati në një ashtu. Se e kapën në kokë këta. Erdhën shpejt. Edhe erdhi dhe makina tjetër që furnizoi, edhe kishin ujë të bollshëm. Doli pa problem. Gjithë banorët dolën me një. Të gjithë se erdhi policia brenda. Ishin në një orar gjumi, ora 3, kush e dinë se të bëj jashtë. Në atë kohë dolëm ne shumë në tym, dolëm jashtë i lam çdo gjë. Po që s'ka problem. Mbaroj me aq.